Ne do të vazhdojmë të jemi me informacionet, por këtë herë të përcjella drejt për drejt nga gazetari ynë Esido Barka, i cili do ndalet tek një ngjarje e cila në një farë forme alarmoi të gjithë qytetarët në fshatin Orosh, aty ku dy persona të cilët konsideroheshin me rrezikshmëri të lartë sepse mendohej që mund të ishin të përfshirë edhe në akte ekstremiste fetare, janë tashmë dorëzuar, ata janë në arrestimin e forcave të policisë dhe sigurisht janë duke u bërë ato hetimet edhe për të kuptuar pak më shumë se si duhet ndikuar në drejtim të rehabilitimit të tyre, besoj. Megjithatë më shumë detaje na jep Esido Barka. Esido, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Esido. Mirëmëngjes Brekena dhe Floria, ashtu siç e thatë dhe ju në fakt një ngjarje tepër tronditëse dhe alarmante për policinë e shtetit, sa i takon përfshirjes ose më saktë dyshimeve se Erzen Nuka dhe Julian Cumraku janë të përfshirë në veprime dhe thirrje terroriste, kjo të paktën edhe në bazë të atyre provave që policia ka gjetur dhe forcat rrenia kanë gjetur në momentin që këta dy të fundit janë dorëzuar në banesën ku për të paktën 2 muaj ishin ngojuar në Orosh të Pukës, ku janë gjetur një sasi armësh zjarri, lëndë shpërthyesi si dhe municionet e tjerë luftarake, por dhe flamuri propagandist pra i ISIS-it, i shtetit terrorist. Megjithatë, këto janë provat të cilet janë mbledhur sa i takon prokurisë Shkodrës, e cila ka ngritur dhe akuzat të paktën deri në këto momente për nxitje dhe thirrje për veprime terroriste, armbajtje pa leje dhe kundërshtim të forcave të policisë. Të paktën referuar këtyre veprave penale për të cilën pra prokuria e Shkodrës ka nisur fillimisht hetimet paraprake, në qoftë se të paktën provohet dhe përfshirë një personet e tjera, atëherë dosja do të jetë më e bindur për të përcjellë dhe prokurisë të posaçme, organi kompetent i hetimit në lidhje me akuzat e rënda, qoftë për veprime terroriste apo për grupe të strukturuara kriminale. Një vlerë le të themi për hetuesit janë dhe kontrollet e banesave që janë bërë pikërisht ku fshieshin këta dy persona. Gjatë ditës së djeshme është bërë kontroll dhe në banesën në zonën e Valiasit në afërsitë e Kamzës, ku këta jetonin përpara se të shkonin në Orosh të Pukës. Nuk kanë gjetur, le të themi, policia e Tiranës në bashkëpunim me forcat antiterrorit, armë zjarri ose le të themi elemente të tjerë ku tregojnë përfshirjen e këtyre dy personave në veprimtari kriminale për vepra terroriste. Megjithatë, pikëkyçe është banesa Dykaçe, pra banesa e braktisur ku të paktën për 2 muajsh Erzen Nuka dhe Julian Cumraku ishin fshehur në Orosh të Pukës. Të paktën referuar dëshmisë së banorëve të zonës, kuptoj që dy të arrestuarit nuk kanë pranuar që të flasin për momentin për grupin hetimor. Ata kanë bindje radikale duke mos e njohur as pak ligjet dhe shtetin shqiptar. Kjo është bindja tyre radikale pra le të themi formimi i shtetit terrorist ISIS, ku ata të paktën pretendojnë se bëjnë pjesë të paktën me propagandën e tyre. Megjithatë, dëshmitë e banorëve kanë treguar disa element le të themi përgjatë këtyre 2 muajve që ata janë fshehur në këtë zonë. Jo vetëm kaq, por Enea ka zbarkuar brenda banesës në Orosh, ku ka gjetur edhe një tunel të nëndheshëm, të paktën e tentativë për të hapur. Kjo tregon se mund të ishte përdorur për një bazë të madh armatimi, ngelet për të parë domethënë në bazë të hetimeve të prokurorive sa i takon zbulimit të fakteve të reja për mbledhjen e armëve të zjarrit që janë gjetur ose priteshin të merreshin. Pra ishin bërë gërmime? Ndjes? Ishin bërë gërmime për një tunel, po themi, apo thjesht e kishin planifikuar dhe kjo ka dalë në pa nga dëshmit? Jo, janë bërë gërmime, pra është gjetur një tunel i nëndheshëm në banesë, dyshoj që është hapur kohët e fundit, megjithatë 2 personat e arrestuar apo ka edhe të tjerë që mendohet që janë përfshirë, se besoj që kërkon një lloj angazhimi hapja një tuneli të tillë. Patjetër, Brekena kërkon një lloj angazhimi, janë të paktën dhe 2 femra të cilët dyshohen se janë të përfshirur se kanë patur gjatë këtyre muajve kontakt me 2 persona të arrestuar, kjo dhe në varësi edhe në dëshminë e dhënë nga banorët e zonës, ku kanë treguar përpara policisë se 2 femra janë parë që kohët e fundit pra vizitonin shpesh të arrestuarit. Njëra prej tyre është identifikuar, pritet të identifikohet dhe tjetra për të marrë në pyetje. Është mister roli i këtyre pra ose lidhja që ata kanë pasur me 2 persona të arrestuar, nëse kanë patur dieni, le themi, për thirrjet terroriste që këta të fundit shpërndanin në rrjetet e tyre sociale, apo kanë qenë thjesht të përfshira në skemën e kultivimit të kanabisit në këtë zonë, ku dyshohet se pikërisht dhe 2 të arrestuarit bënin pjesë. Ngelet prokurisë për të parë, le të themi, për zbulimin e detajeve të reja. Jo vetëm kaq, por priten të merren në pyetje edhe disa drejtues të komunitetit fetar, kryesisht të xhamive ku këta frekuentonin, të paktën gjatë 2 muajve ku ishin pozicionuar në fshatin Orosh të Pukës. Është një fshat katolik, por këta shpeshherë dilnin dhe shkonin në një fshat tjetër ku kishte edhe xhami, ku të paktën
pritet që predikonin letimi ose faleshin ritualet e tyre fetare. Pritet për të marrë në pyetje dhe drejtuesit e kësaj xhamie dhe jo vetëm, por dhe personat e cilët kanë patur kontakte si në Tiranë ku kanë jetuar për të paktën një viti në zonën e Kamzës dhe të Valiesit, personat e cilët kanë patur kontakte. Një pikë e fortë për hetuesit është letimi zbulimi se ku kanë arritur këta dy persona të cilët ishin pa punë dhe me vështirësi të mëdha ekonomike se si kanë arritur që të gjejnë armët. Kuptohet që grumbullimi ose mbledhja e armëve kërkon letimi shpenzim parash dhe kontakte me grupet e tjera kriminale. Ka një informacion të tillë pra si jetonin? Ti thuaj që ana e tyre ekonomike... Pikërisht të paktën antiterrori, po Brikena, pikërisht të paktën antiterrori, cili ka më shumë se një vit e gjysmë, i cili ishte në ndjekje të këtyre dy personave, ku i vëzhgonte le të themi përse largu veprimet e tyre, shprehen se ata ishin pjesën më të madhe të kohës të pa punë ose mund të ishin shitës ambulant në zonën e Kamzës, duke siguruar të ardhura minimale. Dhe kjo është një pikpyetje e madhe për grupin hetimor, se si këta persona pra kanë arritur që të grumullojnë një sasi armësh, e cila kërkon pra le të themi një shumë parash dhe kontakte me grupe kriminale. Mirë, në fakt, arrestimi këtyre dy personave mund të konsiderohet si një sukses nga ana e policisë. Megjithatë, ndoshta mund të bëhet shkak për zbulime më të mëdha dhe më të mëtejshme, nëse i referohemi edhe personave që ata mund të kenë përfshirë në bindjet e tyre radikale. Pra, a ka dyshime policia, prokuroria që ky grupim mund të jetë më i madh se sa kaq? Po Flori, edhe pse në fakt ndikimi le të themi i thirrjeve terroriste në Shqipëri fatmirësisht është minimal, kjo falë edhe punës së agjensive ligjzbatuese që kanë bërë të paktën kohët e fundit në bashkëpunim me partnerët e huaj. Megjithatë rreziku le të themi është prezent sidomos në identifikimin apo aq më tepër në arrestimin e dy personave që dyshohet se janë përfshirë në këtë lloj veprimtarie kriminale pra me përjerje terroriste. Ka dyshime që janë dhe persona të tjerë të përfshirë në këtë skem, pikërisht kontaktet që Erzen Uka dhe Julian Cumraku kanë patur prej më shumë se një viti në zonën e Kamzës dhe të Valiesit, ku ato banonin në një dhomë të marrë me qira në një banesë private në këtë zonë. Pra po verifikohen të gjithë kontaktet e tyre që kanë patur, sidomos me personat e cilët i përkasin besimit musliman, por jo të mbështetur kuptohet nga komuniteti musliman shqiptar në Shqipëri, por ata që kanë le të themi lidhje të indoktrinuara me përjerje terroriste. E qartë, e fundit pyetje, shkurtimisht, ka një informacion nëse janë pyetur tashmë familjarët? Janë marrë në pyetjen e fakt të afërm të tyre, kuptohet e cilët nuk kanë dhënë shumë detaje për shkak të hermetizimit, ku vetë të arrestuarit nuk kanë patur kontakte me anëtarët e tjerë të familjes, ashtu siç e thash dhe më herët, ata janë persona të mbyllur, të izoluar, ku nuk flisin me njerëz të tjerë, për jashtë rastet ku rastet e grumullimit të tyre ose personat të cilët kanë të njëjtën përjerje, të njëjtën bindje se i takon shtetit islamik. Në fakt, edhe përpara grupit hetimor ata nuk kanë pranuar që të flasin, duke thënë fjalë të pakta, ku nuk e njohin fare shtetin shqiptar dhe as ligjet e këtij vendi. E qartë. Esido, faleminderit shumë, ndjes për këtë raportim pak të zgjatur edhe në kushtet e shirave që jeni në terren duke i përballuar. Faleminderit shumë.